Vetëm një muaj më parë, shkruan për një ndarje jo dhe aq të lehtë që ishte duke ndodhur me Shpat Kasapit dhe bashkëshortes së tij, Selvijes. Në një postim në rrjetet sociale, ka qenë kjo e fundit që ka konfirmuar jo vetëm ndarjen, por edhe momentet e vështira që ka kaluar në këtë martesë. Selvia postoi një mesazh emocional në Instastorinë e saj, duke lënë të kuptohet se gjërat me saj dhe këngëtarit mund të kenë marrë fund. Ky postim ka ndezur një val diskutimesh mes fansave dhe medias, pasi tani shumë prej tyre janë të bindur se ndarja është zyrtare. Ditët e fundit në Tiranë, më në fund po largohem, por zemra ime do të mbaj gjithmonë një copës nga ky qytet. Në çdo cep të saj kam lënë pjesë të shpirtit tim një grua që luftoi, qeshi, urrëzua dhe u ngrit për veten dhe për djalin e saj. Kirana do të jetë më e njëjta pa mua dhe as unë pa të shkroj ajo krahas një fotoje. Burimet flasin se çifti që pas shpërnguljes në Tiranë ka pasur probleme të shumta. Shkak për këtë janë bërë jo vetëm xhelozitë e Selvijes, por edhe ndryshimi që erdhi bashkë me zhvendosjen. Konfliktet e çiftit kanë qenë të rënda dhe veç xhelozive. Akuza ka pasur edhe përvese nga ana e këngëtarit. Në këtë situatë, pas shumë debatesh që çifti ka pasur, të dy kanë dhënë fund raportit të tyre në një mënyrë goxha të vështirë.